E keni sot reagimit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të Britanisë e Madhe, ku e kanë kundërshtu këto veprimet në veri, pra e gjithë skenarja është që Kosova të dobësohet para bashkësisë ndërkombëtare, të mos kanë institucione, na jena shtash si të okupum, por na jena okupu për votave. Pra demokracia ju ne ka okupu Republikën. Populli po voton, ato që po voton po e bllokojnë Republikën. Pra na s'kemi institucione që 2 vjet. Pra neve si me na pushtu dikush. Po kush? Pra, Drejqi. Po, që kë, zotëri, që pi votani? Jo. Ti që pi votani, që do? Kush, po e din ti kone këm votu? Po, në bazë të mendimeve të ua që atë më qënë. Jo, s'kolini që e ka votu. Mirë ke bo. Mirë po s'po t'i ba institucionet. A të vjen t'y marrë dhe gjyna që njerëzit u mashtru me ka 100 euro. Votuar me buzëqeshje, Korça, shini si e ka këtë qëndrim. Çka ndodhi me votust 100 euro që ja dha? Qysh po jetojnë? Apo jetojnë ma mirë? Njerëz që i morën kanë 100 euro, apo jetojnë më mirë. Pra i mashtroj, pra nuk ke programi serioz dhe i sinqert mi thonë, kam ja vëllo ka 100 euro, s'kam ja vëllo me situacion. Po mendon ti që me shku në zgjedhje prap ndryshon rezultatja? Kjo është shumë i fort me fitu vota, po është zero me punu, është super talent me bloku. A e kuptoni? Kosova s'po funksionon. Na jena të kupur nga vota elektorale. E atyre që ja vjepëm dhe s'punujnë. Unë e kësha pos dëshirë, këtu mendimi mi pos të rrëshë më thonë, e ka thirë seancën me njëherë, e ka dho ofertin, ja ka volje dëkës me propozu presidentin, ja ka afru marrëveshje